Rrobat e të vdekurve, çfarë të bëjmë me rrobat e njerëzve të vdekur? Nëse i vdekuri ynë ka pas rrobat e mira, ka pas rrobat e bukura, ka pas rrobat e reja, më së miri është me i marrë ato, me i la, me i pastrue, me i hekoros mirë, e pastaj mu a dhanë atyre që kanë nevojë për rroba, qofshin familjarë, qofshin fëqinjet kojshit tonë, qofshin nevojtarë që i gjejmë të xhamia apo dikun tjetër. Po e para me i pastrue, e dyta me i hekoros. Edhe kur të japim dikujt, me ja dhon tamam çysh dohet. E sikur tek ne i marrin rrobat e të vdekur, i bojnë do çikush se një kesë të zezë, ajo vjen era, ku e diun se ka era e padurueshme dhe thot pe ja dhoni nevojtari. Mos luni kështu me ndjenjat e njerëzve. Këtë rast nëse s'kije vullnet dëshirë me pastu rrobat e babës, apo të nanës, vllaut apo të motës së vdekur, s'ki dëshirë me hekoros, merri fotin keset zezë, gjoj shport për llogut edhe kryet muhabeti. Në kantanier atje jashtë. Valla po kon çse e ka rrobën e mirë për shembull kjo gjybja kështu, kjo e mirë është, pse mos me la me hekoros, me ani hoxhës tjetër. Çka ka të keqe? Apo nëse kjo është e leckosur, e kjo është e pavlefshme, kjo si bën derë kërkujt me ta, apo ka ndonjë aromë, që kjo s'mëret me ndohë të anë, po e zonë që po ka njerë një të mirë, atër mësi e bashkujt, pështille, në kesë edhe gjojnë shport për laukët.